gjitha këto janë arritur këtu dhe ne si rreth, si ish rreth, kemi një numër goxha të konsiderueshëm, që vete, ato si vete me afërsisht 82-83 dëshmor, Oskoveci me 70, Fieri me 380 dhe vjen afërsisht 500 e ca dëshmor. Unë duhet përgëzoj dhe familjarët e dëshmorit për cilin i mbledhur sot. Nga zemra ju uroj të jeti paharuar dëshmori juaj, Ismail Xhelaj, dhe gjithë pasardhësit tuaj të rroni dhe ta kujtoni. Sa më të plot, dhe jo vetëm qyteti i Fierit, po ish rreth i Fierit, se në atë kohë nuk kemi si qemi sot, bashkim o vete, po ish rreth i Fierit. Ka kaluar filtrin institucional, sepse ju e falenderoni një grup shokësh, Mihal Krimqa, Zoj Pasku, Demir Korita, Miti Nito, Vasil Toska, Kozmandoni, të cilët të gjithë janë njerëz të letrave. Pra, e kanë marrë, e kanë parë dhe ju keni punuar me një redaksi të mirëfillt për këtë libër. Ndodhe gjyshin tonë i shpallur dëshmor që është në vitin 1946, i papërmendur dhe janë shkaluar si i tillë për shumë vite është një fenomen i pashpjeguar. Ndoshta një gabim njerëzor nga neglizhenca që familjes soni kushtoi jo pak. Dhe sa për djeni tuaj në Rus, libri është ndarë, renditja është bërë alfabetike dhe sipas njësive administrative. Qyteti Patosit, Rushdia edhe Zharza. Janë njësit administrative.